Vetëm rreth 2 javë pas ndryshimit të ligjit për shtetësinë, ku është hequr mundësia e marrjes së shtetësisë gjermane me procedurë të përshpejtuar për vetëm 3 vite, gjë që ju kam njoftuar gjëra gjatë, tani në Gjermani është hapur edhe debati për heqjen edhe të 2 shtetësisë apo të shumë shtetësisë, siç thuhet edhe në ligj. Disa deputetë të partisë CDU dhe CSU kanë deklaruar për media gjermane sot se duhet të hiqet 2 shtetësia. Deputeti i partisë CSU, Stefan Mayer, tha se duhet bërë një reformë themelore të ligjit për shtetësinë dhe se banditëve, kriminalëve të rënd, armiqve të kushtetutës, antisemitistëve dhe urrejtësve të gjermanëve duhet të hiqet shtetësia gjermane nëse i kanë 2 pasaporta. Ndërsa politikanja e CDU-s, Cornel Babend-Rerde, thot se shtetësia e 2 fish duhet të jetë në fakt përjashtim dhe jo rregull. Ajo thot se kur 80% e atyre që marrin shtetësinë gjermane duan të mbajnë edhe një shtetësi tjetër, siç ka ndodhur në vitin 2023, atëherë duhet pyetur pse po ndodh kjo. Kjo sipas saj paraqet një dëshmi se këta persona duan të marrin shtetësinë gjermane në fakt vetëm për përfitime dhe jo si pasojë e identifikimit me këtë shtet dhe me vlerat e këtij shteti. Për heqjen e 2 shtetësisë kanë folur hapur edhe përfaqësues të tjerë të partive të Unionit CDU-CSU, por Partia Socialdemokrate, miq të dashur, ka hedhur poshtë të gjitha këto kërkesa për heqjen e 2 shtetësisë apo të shumë shtetësisë, siç thuhet në ligj. Zëdhënësi i kësaj partie për çështje të brendshme, Sebastian Fiedler, thotë se Partia Socialdemokrate, që është natyrisht në pushtet së bashku me partitë e Unionit CDU dhe CSU, është kundër heqjes së 2 shtetësisë. 2 shtetësia ka qenë dhe mbetet një model i suksesit për integrim në Gjermani, thotë ky përfaqësues i Partisë Socialdemokrate. Kundër heqjes së 2 shtetësisë janë deklaruar edhe politikanë të tjerë nga kjo parti. Ndryshe, Partia Socialdemokrate së bashku me liberalët dhe ekologjistët e ka bërë ndryshimin e ligjit për shtetësinë në mandatin e kaluar qeveritar, ku janë ndryshuar rregullat kryesisht, pra dhe shkurtuar afati i marrjes së shtetësisë. Para 2 javësh është hequr pra. Përfundimisht, marrja e shtetësisë me procedurë të shpejtuar për vetëm 3 vite, ndërsa shtetësia mund të merret tani për 5 vjet më së shpejti pra për ata që i plotësojnë kushtet, kuptohet. Ndërsa partia AFD ka deklaruar këto ditë se është kundër konceptit të 2 shtetësisë. Disa përfaqësues të AFD-s thonë se kjo parti do të mbështeste propozimet për heqjen e 2 shtetësisë, kuptohet, nëse ato paraqiten në Bundestag nga partitë e Unionit CDU-CSU. Por, deri tani nuk ka ndonjë propozim zyrtar, të kuptohemi më njëherë, apo nuk ka edhe ndonjë projekt ligj në këtë drejtim. Sidoqoftë, debati për heqjen e 2 shtetësisë po zhvillohet, kryesisht nëpër media deri tani, por po e përsëris deri tani nuk ka asnjë propozim zyrtar. Por unë me siguri që do ta ndjek me vëmendje këtë debat, e nëse ka diçka të re, me siguri që do t'ju njoftoj më njëherë, sepse e di që shumë shqiptar janë të interesuar, pra ata që jetojnë në Gjermani, të mbajnë shtetësinë e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut apo ndonjë vendi tjetër dhe të marrin edhe shtetësinë gjermane. Sidoqoftë, me çdo ndryshim, me çdo angazhim, me çdo propozim në këtë drejtim, unë do t'ju njoftoj më gjerësisht në ditët dhe javët në vijim. Faleminderit dhe mirupafshim.